Prokurori amerikan David Shvediman, I cili heton pretendimet për përfshirje të ish pjesëtarëve të ushtrisë ligjtare të Kosovës në krime lufte, bëri thirrje sot për themelimin sa më shpejt të gjykatës posaçme që do të trajtojë këto pretendime. Ngritja e kësaj gjykate që duhet votohet në Parlamentin e Kosovës ka nxitur mjaft debate. Opozita kundërshton ngritjen e saj duke cilësuar të dëmshme për Kosovën, ndërsa partitë në pushtet thonë se dështimi I mundshëm I Parlamentit që të votojë ngritjen e saj do të kishte pasoja politike, me që çështja mund të kalojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besima Bazi. Prokurori amerikan David Shvediman I emëruar në postin e kryeprokurorit të grupit hetues të Bashkimit Evropian për hetimin e pretendimeve të raportit të Këshillit të Evropës për krime lufte në Kosovë, bëri thirrje sot për themelimin sa më të shpejtë të gjykatës së posaçme për këtë çështje. Ai bëri këto komente nëpërmjet një komunikate nga zyra e tij në Bruksel, ku ai ka arritur të entë për të marrë përsipër detyrën e tij, në cilin pason prokurorin amerikan Clint Williamson. Në komunikat thuhet se angazhimi I tij është riafirmimi I përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për të parë këtë proces duke ecur përpara, dhe është edhe një shenjë tjetër e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Ai thekson se dhomat e posaçme duhet të krijohen sa më shpejt, ndërsa u bën thirrje palëve të përfshira të bëjnë çdo gjë të mundur për të miratuar kuadrin juridik që kjo të bëhet e mundshme. Në fund të muajit korrik të vitit 2014, prokurori Clint Williamson tha se zyrtarët e lartë të ish ushtrisë ligjtare të Kosovës do të përballen me akuza për krime kundër njerëzimit. Në vitin 2011, zoti Williamson mori përsipër të hetojë pretendimet e ngritura nga I dërguari I Këshillit të Evropës Dick Marty në vitin 2010 për krime lufte, përfshirë dhe trafikimin me organet e personave të rrëmbyer. Në prill të vitit kaluar, Parlamenti I Kosovës me 89 vota për miratoi themelimin e gjykatës së posaçme, ndërsa tash pritet miratimi I ndryshimeve kushtetuese dhe ligjit për ngritjen e saj. Opozita ka paralajmëruar votimin kundër ngritjes së kësaj gjykate, cilin e vlerëson edhe si cënuese të sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe sovranitetit të saj. Autoritetet thonë se dështimi I mundshëm I Parlamentit që të miratojë ngritjen e gjykatës së posaçme mund ta çojë çështjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, I cili javën e ardhshme debaton për situatën në Kosovë. Javën e kaluar, Komisioni Parlamentar I Ligjeve vendosi me shumicë votash të dërgojë në Parlament ngritjen e gjykatës së posaçme, ndërsa për të premten është paralajmëruar mbledhja e kryesisë së Parlamentit që mund të vendosë datën e debatit për këtë çështje. Ndonë se rruga për debat është e hapur, partitë e koalicionit druajnë se mund të mos kenë votat e mjaftueshme, me që themelimi I gjykatës kundërshtohet nga një pjesë e deputetëve të këtyre partive. Miratimi I ndryshimeve kushtetuese dhe ligjit për gjykatën kërkon 2/3 e votave në Parlamentin e Kosovës. Për zërin